Shtetet të Bashkuara të Amerikës dhe zonja e parë kanë zhvilluar biseda telefonike me fëmijë gjatë krishtlindjeve nga rezidenca e tyre në Mar-a-Lago në Florida, derisa të njëjtit kanë marrë pjesë edhe në aktivitetin tradicional NORAD në ndjekje të saj së babagjyshit të vitit të ri. Trump tha për fëmijët se nuk do të lejojnë që babagjyshi i keq të infiltronte Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe theksoi se vendi është në gjendje të shkëlqyer. Presidenti përmendi gjithashtu çështjen e politikës së jashtme si Ukraina, Rusia dhe Kina, si dhe për suksesin elektoral nga Partia Republikane. Pas përfundimit të bisedave, ai ka publikuar edhe një mesazh në rrjetin e tij social duke uruar krishtlindjet dhe duke kritikuar kundërshtarët politik. Në një postim në rrjetin social Truth Social, përveç qytetarëve amerikanë, Trump ka uruar edhe radikalet e majt, të cilët i cilësoi si fundrina.